Sa ndikim ka hëna tek të mbjellat apo të korrat e bujqësisë? Dy nga ndikime më të mëdha të hënës që kanë marrë parasysh shkencëtarët në këtë studim janë drita dhe graviteti i saj. Drita e hënës është 400.000 herë më e dobët se drita e diellit. Dhe kjo dritë nuk mjafton për që bima të kryejë procesin e fotosintezës. Megjithatë, natën bima nuk e kryen këtë proces sepse bën procesin e frymarrjes, të kundërtën e fotosintezës. Dhe kështu që bimës nuk i duhet dritë. Nga ana tjetër, graviteti i hënës është shumë herë më i vogël se sa graviteti që ka jastiku që ne e vëmë ke koka kur krim gjumë. Domethënë jastiku na tërheq më shumë se sa na tërheq hëna. Kështu që graviteti i hënës nuk merret parasysh, nuk përfitet. E vetëm mundësi është që ndoshta insektet ndikohen nga drita e hënës dhe mund të shtohen tek bimët ose mund të paksohen tek bimët. Domethënë mund ndryshoj fluksi i numrit i insekteve tek bima, ndërkohë që është hëna plot. Se varet nga insektet. Gjatë gjithë historisë, sidomos në të kaluarën, njeriu është ndikuar shumë nga burimet e dritës. Ditën dielli dhe natën hëna. Dhe këto dy objekte kanë qenë vendimtare ose kryesore në përsaktimin e kulturës së njeriut. Dhe këto nuk kanë qenë vetëm burime drite, por kanë qenë shumë më tepër se burime drite. Këto ishin edhe perëndi për njeriu, ishin shumë të rëndësishëm.